Në këtë pjesë do lidhemi me njëherë me kandidatën që ka patur Partia Demokratike në zgjedhjet e kaluara parlamentare në qarkun e Durrësit, Iliriana Kuçana, e kam drejt për së drejti. Kuçana, të përshëndes, një lajm jo i mirë për ju sot. Në KAS ka patur një bashkim të votave të PD-s me PS-n për të rrëzuar edhe një nga kërkesat që ka qenë e jotja, por edhe 3 kandidatëve të tjerë të opozitës për parregullsi që ju keni pretenduar në numërim në ditën e zgjedhjeve. Çfarë ka ndodhur, Kuçana? Arber, atëherë dhimbja më e madhe për një kandidat të Partisë Demokratike nuk është se nuk pranohet kërkesa e një kandidati nga antarët e KAS-it të Partisë Socialiste. Po kur shikon se antarët e Partisë Demokratike bashkojnë votat me pjesën e Partisë Socialiste, kjo patjetër që ka qenë edhe një nga, po themi, ngjarjet e cila unë personalisht kam qenë e shokuar dhe normalisht edhe kam pyetur në stallë se si ka mundësi dhe sa është, po themi, miratimi. Ka qenë 4 pra pro dhe 1 kundra. Dhe siç e dini, vendimi për numërimin pra të kandidatëve, që jam edhe unë një nga kandidatët, e cila pasi kam marrë pamjet filmike, pasi kam drejtuar KQZ-s disa kërkesa, jo një kërkesë, i kam kërkuar KQZ-s të më vendosë në dispozicion proces verbal. Pra është një drejt që ka cili do kandidat, akoma nuk i kam proces verbale të vendosur në dispozicion. Nga ana tjetër, sot në KAS kam kërkuar që si kandidate për deputete në qarkun e Durrësit, duke parë parregullsi të cilat pas pamjeve filmike kam evidentuar ndryshim të vullnet të qytetarëve durrësak, kam kërkuar që për i numërohen disa zona, disa zazë, disa kërkime në qarkun e Durrësit. Kuçana, parregullsi që ti ke evidentuar kanë të bëjnë me numërim të gabuar, tjetërsim të votës, edhe nga komisionerët e PD-s në zgjedhje, apo PD-PS kanë bashkëpunuar bashkë për të mos numëruar votat e tua, ose për t'ia kaluar votat e tua një kandidati tjetër? Arber, për shumë njerëz të cilët më ndjekin, e dinë se unë jam nga njerëzit të cilët atë çfarë them e bëj. Dhe ju kam premtuar qytetarëve durrësak dhe ju kam premtuar votuesve të mi se çdo votë e cila është në drejtimin dhe në emrin tim do të mbrohet me çfarëdo lloj kushti. Ju e keni parë që unë kam qenë kandidatja e cila kam bërë vazhdimisht denoncime në SPAK. Kam qenë ndoshta e vetmja kandidate e cila jam përballur me bandat kriminale dhe e kam denoncuar bandat të Shkozetit dhe bandën e Pojës përpara se të arrestoheshin dhe përpara se të ndodhte kjo që ndodhi. Dhe të vi sot, dhe unë të kërkoj të rinumërohen votat e mia, pasi është tërësuar vota në drejtimin tim dhe është tërësuar edhe brenda partisë time, unë patjetër që këtë betejë do ta bëj për demokratët, do ta bëj për vullnetin e tyre dhe ju bëj me dije se unë do t'i shkoj deri në fund, do ta ankimoj në kolegj, do t'i shkoj në gjykatë kushtetuese, nuk do të le deri në institucionet ndërkombëtare pa e ndjekur në mënyrë që vota e qytetarëve të numërohet drejt dhe ashtu siç është votuar. Kuçana, e kuptoj dhe ke shumë të drejta bësh një gjë të tillë, por dua ta seroj për opinionin publik. Ti ke dyshime dhe ke parë video ku nuk të është numëruar vota edhe nga komisionerët e PD-s apo jo? Pra për çfarë bëhet fjalë konkretisht? Nuk kam më dyshime, unë kam fakte tashmë, sepse unë i kam marrë pamjet filmike, jam duke i parë, koha ka qenë në shkurtër, por kam kutia të identifikuara ku është tërësuar vota ime dhe është kaluar kandidatëve të tjerë. Pra ka ndodhur edhe nga komisionerët e PD-s, pra nga komisionerët tuaj ka shkuar në drejtim të një kandidati tjetër votat e tua. Po, dhe kjo është një ngjarje e cila unë mendoj që ne patjetër që kemi një betejë me Edi Ramën, patjetër që ne kemi një betejë me ata të cilët ne do ta vazhdojmë. Dhe unë jam sot vërtet këtu për të thënë që në Durrës vërtet ka ndodhur treni bullgar dhe këtë po ja u them edhe me kutia dhe me numra kutish të cilat ne i kemi të shënuar dhe ju ditët në vazhdim në datën 4, ditën e mërkurë në orën 3, unë do të jem në ambientet e KQZ-s ku është thirrur Durrësi dhe do të jetë Durrësi në raportim, unë do të jem një nga kandidatët e cila do të mbrojë pikërisht ato çfarë janë shkruar në atë raport, mbi denoncimet e mia, mbi kapjen në mënyrë flagrante në zonën e Shkozetit, blerjen e votës është e kapur me video, me zë dhe me figurë, duke u dhënë zarfi, por pa kaluar dhe pa të kaluar, po themi temën, do jenë çështje që ju do i ndiqni në datën 4 në orën 15 live nga KQZ-ja ku unë do të jem
do të jem dhe unë një nga kandidatët ku do jem pjesë, po themi, atij raporti që është bërë për Durrësin. Por para se të kaloj te ky raport, unë patjetër që do kërkoj që çdo votë, edhe brenda forcës time politike, të shprehet vullneti qartë dhe drejt, sepse ka ardhur momenti që ne duhet të mbrojmë votën e qytetarëve. Në radhë të parë, patjetër që do ta mbrojmë edhe nëse është e nevojshme, edhe brenda forcës time politike, e më pas përballë Tiranës. Kuçana, nga videot dhe nga materialet që ke parë deri tani, sa votat janë tjetërsuar, pra kanë qenë të ty dhe i kanë vajtur një kandidati tjetër? Arber, unë nuk mund të flas për vota, unë mund të flas për tjetërsim në shumë ZAZ, në shumë kuti, unë mund të flas për tjetërsim të vullnetit të dursakëve, dhe këtë po ja u them që ka një tjetërsim ku ju do shikoni, KQZ-ja ka shumë të thjeshtë, mjafton të marri të hapi kutitë të Durrësit dhe ju do shikoni çuditëra në kutitë të Durrësit. Kuçana, po nga partia çfarë të kanë deklaruar, çfarë të kanë thënë? I ke pyetur, besoj, për këtë bashkim votash të çuditshëm. Për hir të vërtetës, Arber, kur bëhet fjalë për qytetarët dhe për dursakët, dhe kur bëhet fjalë për fjalën e dhënë, unë nuk kam pyetur askënd, por është një vendim e cila unë e kam marrë dhe më pas e kam diskutuar edhe me kryetarin e Partisë Demokratike, i cili ka qenë